në pjesën e dytë do t'jemi në këtë moment në një lidhje të drejt për drejt me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, sepse aty jemi ja tek na pret prima balerina e teatrit tonë, një nga më të mirat, gati për sylfit, Adela Muçollari. Përshëndetje Adela, mirë se të gjem, sepse jeni direkt përpara shfaqjes premierës apo jo? Është sylfit një nga baletet më të bukura. Jam shumë e lumtur. Po, për këtë kryevepër që juve keni ardhur këtu dhe është vërtet një emocion ndryshe, se sa ti jesh në studion tënde dhe ju keni ardhur në shtëpinë tonë. Absolutisht, dua të më thuash vetëm që La Sylfit pa diskutim është një nga pjesët e baletit më të magjishme të epokës romantike dhe që ti do t'jesh pikërisht protagonistja e kësaj shfaqjeje, e cila do të e ka sonte premierën, në cilën orë? Po. Sot në orën 8 në Teatrin e Operës dhe Baletit do t'jetë trenet në data 3, 4 dhe 5. Është një ndër kryeveprat e baletit romantik, është një histori shumë e bukur dashurie, është nga ato dashuri që të çojnë në ëndra, ku ti të dashurohesh me atë të pamundurën. Dhe ku ka më bukur se në këtë skenë që tashmë është bërë gati për të mirëpritur publikun tonë dhe për të mirëpritur edhe 2 netët e të tjera, plot me emocione dhe me dashuri. Pra, sonte, e hënë, e martë, e mërkur, 3 mbrëmje të mbushura me një emocion të papar romantik si që sjell vetë kjo pjesë e baletit. Ti aty interpreton protagonistën, më trego pak çfarë është për ty ky rol. La Sylfit dhe Sylfida është një zanë ajri, është një zanë e cila sjell një emocion të papërshkrueshëm, sepse duhet jesh ajo zana në ëndrat e Jamesit, në majtë të gishtrimve, pa bërë atë zhurmën më të vogël, dhe të bësh që Jamesi të dashurohet me Sylfidën, me atë delikatesën, me atë dashurinë e bukur, me atë dashurinë e pastër. Të kërcesh Sylfidën është një emocion jashtëzakonisht i veçantë. Për mua është një rol i cili unë e kam bërë shumë vite, por sa herë që risjell në skenë, gjithmonë është ai emocioni sikur të ishte hera e parë që unë debutoj. Kështu që unë të uroj shumë suksese sonte, sepse e di që vetëm 2 orë e gjys, 2 orë të ndajnë nga premiera, kështu që ti do të shkosh, do të bësh gati, do të veshësh kostumin, dhe jam e sigurt që publiku aty do ta shijojë shumë këtë mbrëmje dhe do të vazhdosh edhe në netët e tjera jep sërish ti në rolin e protagonistes apo jo? Apo Jo, kjo është një gjë e veçantë, Rudina, të cilën dua ta theksoj, sepse unë sot kërcej vetëm për premierën, për publikun tonë, dhe në 2 netët e tjera do jenë 2 kaste vajzash të reja, të cilat për herë të parë do të ngjiten si soliste në këtë skenë. Është Elesi dhe Eriola, të cilave uroj shumë suksese, sepse është hera e tyre e parë si soliste dhe vërtet kanë guxuar me një balet si Sylfida, dhe unë jam shumë e lumtur që shikoj 2 vilisa të reja, të cilat lindin në këtë teatr. Që nga një moment i tyre i parë i prezantimit edhe me publiku, kështu që i uroj shumë sukses edhe balerinave të reja dhe rrugë të mbar. Ndërkohë, në këtë statusin e prima balerinës dhe uroj që ato vërtet ta mbajnë me dinjitet këtë status. Unë Adela të falenderoj shumë që ishe në lidhje të drejt për drejt me ne. Nuk dua të mbaj më gjatë, sepse di që je përpara shfaqjes edhe emocion edhe përgatitja kërkon përqendrimin e vet. Do të jemi në studio, ndoshta më vonë dhe do t'i komentojmë të gjitha këto dhe shumë evente të tjera që ti ke pasur. Ndërkohë, kështu që do të marrim më tepër kohë kur të jemi këtu. Të uroj shumë suksese sonte dhe ju vaf mbar. Duart rokitje për artistët e teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe të gjithëve atyre që marrin pjesë sot në Sylfid. Faleminderit. Ndërkohë që ne do të kalojmë në një tjetër atmosferë, sepse ka nisur muaji nëntor dhe unë e di që ju jeni tashmë të përgatitur për të mësuar tashmë, siç gjithmonë. Çdo fillim muaji parashikimin e yjeve dhe për të bërë atë renditjen të cilën vetëm Merisheu di ta realizojë ashtu siç di ajo. Astrologa më e famshme në Shqipëri, si do të renditen yjet dhe shenjat në fakt në muajin nëntor, do t'i zbulojmë pas pak. Le të presim Merisheu në studio. Merisheu, Faleminderit. Përshëndetje. Ke shumë e bukur sot. Faleminderit. Vjen me nga një truk ndryshe çdo javë, tani dhe po më pëlqen, interesante. Sa menaxher vetmi. Mirë se erdhe Merja. Se u gjeta. Dhe ja te kemi. Për muaj nëntor, do doja të na ndihmonit pak edhe me ekranin që ta kemi. Dhe qa muaj është nëntori dhe gjithë astrologët dhe gjithë njerëzit që ndjekin astrologjinë e presin dhe është shumë i fuqishëm, shumë i çuditshëm, ka ndryshime rënjësore dhe do japi atë
të goditi që neve do në ndryshoj për gjithmonë, disa prej ne shumë, po ka ndryshime të mëdha. Pse ndodh kjo? E para do kthehet dhe Mërkuri i kundërt në datën 9, është në shenjën e shigjetarit tashmë Mërkuri, por në datën 9 kthehet i kundërt dhe në datën 18 nga kundërshtimi që bën kthehet i kundërt dhe në Akrep. Kështu që fillimisht nga data 9 deri në datën 18, shigjetarët, binjakët, virgjëreshët dhe peshqit do kenë një ndryshim rrënjësor në jetën e tyre personale, do rikthehen disa situata në punë, në familje dhe në martesë, të cilat mund të përballen me një ndryshim të madh dhe nën efektin e hënës së plot në datën 5 në Dem, që kjo hënë e plot është në trysni të madhe dhe do silli disa ndryshime të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë, me kënaqësinë tonë personale dhe kënaqësinë e 5 shqisave tona. Të gjitha shenjat këtu. Atëherë hëna e plot do ndikojë të gjitha, po hëna e plot në Dem në datën 5 që është shumë e fuqishme dhe shumë astrolog në botë po e studiojnë akoma, ndikon të Demët, Akrepët, Ujorët dhe Luanët, kryesisht të lindurit në 10 ditëshin e dytë, por do ketë një ndryshim jashtëmas të madh. Kurse unë si astrologe që e kam studiuar vetë me imtësi them që datat 19 deri në 20 do jenë datat më të vështira, po dhe më të çuditshmet e gjithë këtij viti, sepse në datën 7 rikthehet Urani nga binjaku në Dem, i kundërt tashmë dhe kthehet në Dem dhe i kap dhe një herë Demët atë 7 vjeçarin që pësuam të fuqishëm, rikthehet dhe një herë në Dem, por pikërisht në efektin e hënës së re në Akrep në datën 20 dhe Mërkuri i kundërt që është kthyer në Akrep që në datën 18 dhe në kundërshtim me Uranin në Dem, se janë kryesisht në kundërshtim, do me thënë 18, 19, 20 do jenë datat më të fuqishme, ndoshta dhe më të vështira, po dhe me ndryshime shumë të mëdha, të cilat do t'i shikojmë gjatë muajit nëntor. Ja pa nisur akoma me renditje. Prandaj të thash, ky muaj Rudina e pash që kishte një emision shumë bukur me Beba, thash aman do u kënaqa, po thash aman do kem kohën. Ishte mrekullueshme. Për të gjithë nga pak energjia e mirë. Ne do të kemi një shkëputje publicitare në këto moment dhe menjëherë do të vazhdojmë sërish me Meri Sheun për të filluar me renditjen nga shenja më me pak fat, le të themi, do t'i ajo që dominoj dhe do të kryesoj muajin nëntor. Publicitet themi shpejt.